Pjesën më të madhe e kam shkruaj vetë. Kam këngë që më kanë shkruar shokët ose po pjesën më të madhe, e di si është kjo puna e teksteve. Çdo njeri e ka artin në mënyrën e vete, edhe si unë nuk i ngarkoj shumë tekstet, jam mundu që me pak fjalë tregoj shumë sende. Se ndonjëherë duhet edhe tu adaptohesh edhe publikut, se ka njerëz që presin sa ma shpejt se çfarë dhe thosh. Du shumë pak muzikë të kejet. Edhe janë kombinime kështu të krejtëse, edhe po që ajo është arti ime, është mira ime, edhe shumë rrallë herë ku marrë, jo se janë tekstet e mia më të mira, po thash është mënyra ose arti jotë se ti si jesi, edhe shumë rrallë herë ku marrë tekste për tjetër. Për ndryshe kom tekste për shoqënisë, se si tri, sidomos kur kemi qenë në shkollë të mesme, dieta e ka. Ne shkruajmë, kom pas shoqëni që nëse për fat mirë unë i kom rrjedh edhe shkrimet edhe poezitë e shokëve shoqënisë, edhe e kam një si roman është bo, i kam si arhiv. Sepse ne kishim, Facebooki jonë ishin leksikonet me poezi që i kishim. Po, ko mas ko e marrë shfletoj atë dhe... E ken shtëpi? Po. A do na dërgosh fotografi të ngjesin këtu te montazhe? Po. Edhe do i dërgoj bile si tri atër kemi vizatu do sende, do zemra, do fjalë, turta, kështu edhe, po, qëtash kur i shfletoj atë, se di, ndjem me të vërtet interesant edhe kthehesh të di, ka do sende shumë të mira. E din, më duket interesant se ne vajzat shumë e kemi pas shprehim këtë gjë, të shkruajmë për dashuri që ka në për fletore, ama për djemt, për herë parë dëgjoj që pas ka pas dikush fletore. Jo, pjesën më të madhe kam prej vajzave që i ka shkruar.